Ukraina paraqet sfidën më serioze për sigurinë europiane dhe euroatlantike pas luftës së ftohtë. Ballkani Perëndimor përballet me aktivitete të shtuara të aktorëve keqdashës që përpiqen të ndërhyjnë në procese demokratike përmes presionit ekonomik, ndikimeve politike dhe fushatave dezinformuese. Këtë e theksoi ministri i punëve të jashtme Timcho Mucunski, i cili tha se kontributi ynë në aleancë ka rëndësi të veçantë. Ovdje trendovi baraат intenzivna, долгорочна и координирана реакција и од НАТО и од Европската Унија. Наше барање е обезбедување на долгорочна стратегија од НАТО и ЕУ за регионот, кој ќе резултира со целосна интеграција на земјите од Западниот Балкан во структурите на НАТО и Европската Унија. Përmes një videofjalimi, zëvendësekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, theksoi se bashkëpunimi midis NATO-s dhe BE-s është i fortë për të përballuar së bashku sfidat jo vetëm në Ukrainë, por edhe në rajon. Maqedonia prej 5 vitesh nga antarësimi në aleancë kontribon për stabilitet dhe antarësimi garanton siguri për vendin. Stabilноста и успешноста во овој дел од Европа се суштински за нашата безбедност. На ова место ќе бидам пристрасна и ќе кажам дека нашето членство во НАТО значеше и значи дека нашиот напредок е заштитен. Нашата држава и нејзините граници се сигурни. Ambasadorja SBA-ve në vend, Angela Ageler, theksoi se investimi në mbrojtje nuk është zgjedhje, por nevojë dhe i bëri thirrje të gjithë aleatëve që ta vazhdojnë këtë. And we applaud North Macedonia for continuing to meet the contribution levels necessary to maintain the power of NATO, including the 5% defense spending. They stepped forward early, and we commend them for truly making defense a national priority. Ambasadorja gjermane Petra Drexler tha se Europa duhet të forcohet jo vetëm përmes reformave të brendshme, por edhe përmes gjerimit. Veçanërisht në kohë sfidash gjeopolitike, vetëm një Europë e fortë dhe e bashkuar mund të garantojë prosperitet, siguri dhe liri afatgjat. Foreign Minister Variful, who recently visited all 6 Western Balkan countries, has made that very clear. The Western Balkans is an integral part of the European family, and the EU is not just a distant promise, but it is a reality on the ground already now. And full membership based on a merit-based process is a very concrete prospect. Në kryetari i kuvendit, njerit edhe deputet, Antonio Miloshovski, tha se integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE nuk është i nevojshëm vetëm për vendet e rajonit, por edhe për vetë BE-n dhe NATO-n.